Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me muajin maj edhe për shenjën e akrepit. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni, shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e akrepit. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës javës që jemi, por dhe temat e tjera. Dhe shohim energjinë që do na vijë edhe për shenjën tuaj. Atëherë, në javën e parë, ju shoh që keni të bëjnë me energji të shenjave të tokës, energji të shenjave të ujit dhe përsëri dhe energji të shenjave të zjarit. Në fillim të kësaj jave shoh një pjesë prej jush, mund t'ju mungoj një person, një dashuri. Për disa të tjerë mund t'ju mungoj ana ekonomike, do ndodheni me pak para në përduar. Ndërsa për disa të tjerë duhet keni pak kujdes me pjesën e shëndetit, por ndërkohë edhe me lodhin që mund të keni pasur në lidhje me situata të ndryshme. Dhe kjo ka vlerë si në lidhje me dashurinë, me punën tuaj, mund të jeni të lodhur nga puna, një pjesë tjetër, ose disa të tjerë nga situata ekonomike, ndërsa një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin e tyre. Por në mesin e javës shoh një çlirim. Ju çliroheni nga gjitha këto situata, mungesas që do keni në fillim të javës. Dhe shoh që ju do ndjeni më të qetë, por ju shoh edhe më entuziast në lidhje me gjithçka. Ndërkohë, ju një pjesë prej jush mund të jeni shumë të lidhur me familjen, do jeni duke festuar gjatë mesit të javës dhe ju shoh që do vendosni qëllime në veten tuaj, në një pozicion mbretëror, me qëllime, në lidhje me njofjet që ju keni, në lidhje me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, ndërsa në rastin tjetër kjo ka lidhje me punën tuaj. Gjatë fundit të javës së parë do keni dhe kontrata të rëndësishme. Por ndërkohë do keni kontrata në lidhje me bashkëpunimet, me punën tuaj, por për një pjesë tjetër mund të jenë kontrata shtëpie, mund t'i merrni kontratat nga më të ndryshme. Gjithsesi, në fund të javës, në mes të javës së parë, harrini të çliroheni nga këto situata dhe në fund të javës së parë, ju i vendosni qëllime vetes, ju shoh me shumë pasion në bërjen e gjithçkaje, por ju shoh edhe në një pozicion mbretëror, në një pozicion të fuqishëm, dhe për t'i çuar gjërat para. Ndërkohë, një pjesë tjetër mund t'ju mbështesë dhe një person. Është një person që mund t'ju këshillojë në lidhje me idetë ose mund t'ju mbështesë dhe nga ana ekonomike. Dhe vazhdojmë në javën e dytë. Në javën e dytë keni të bëni me energji të shenjave të zjarit. Më falni, energji të shenjave të zjarit, dhe energji të shenjave të ujit, që jeni dhe ju vetë, jeni në energjinë tuaj. Gjithsesi, në fillim të javës së dytë, ju shoh që ju jeni në pritje. Mund të jeni në pritje të një personi që ju mungon, që në javën e parë, sepse ju shoh që i vendosni qëllime vetes në lidhje me këto mungesa që mund të keni. Për pjesën tjetër mund të jeni në pritje të një përgjigjeje te vendi punës. Për disa të tjerë mund të prisni një përgjigje në lidhje me shëndetin tuaj, ose dhe një përgjigje ekonomike. Ose për disa të tjerë mund të jetë që prisni një përgjigje për shtatzëni, një përgjigje në lidhje me dokumentat. Për pjesën tjetër, ndoshta në lidhje me studime të ndryshme, me trajnime të ndryshme që mund të keni. Gjithsesi,
ju shoh që jeni në pritje të një përgjigjeje. Por ndërkohë, ju shoh që ndryshoni këndvështrim. Ju do filloni të shikoni gjëra ndryshe. Ndoshta është një fillim jave ku do bëni dhe plane afatgjata, si në lidhje me dashurinë, nëse ju doni një person në jetën tuaj, ju doni një person duke menduar që kjo njohje të ketë jetë gjatësi. Ose nëse ju doni të futeni në një partneritet, në një bashkëpunim, ose të filloni një punë të re, atëherë ju mendoni që këtë gjë ta çoni në një të ketë një afat të gjatë, të jetë diçka në perspektivë. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me anën ekonomike, ose me kontrata të ndryshme që ju do bëni gjatë fundit të javës së parë, ku ju mund të jeni duke pritur një përgjigje. Dhe tham, kontratat mund të jenë kontrata shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore, mund të merrni të gjitha llojet e kontratave. Dhe në mesin e javës së dytë, shoh që ose ju do jeni në konflikt me veten në lidhje me një person, sepse shoh që një person vjen drejt jush. Është një person që ka shumë emocione, ju ndoshta mund të jetë edhe një person në distancë, mund të jeni në pritje të një përgjigjeje nga ky person, por ju shoh që ose do ketë disa konflikte midis jush në një rast, ose në rastin tjetër ju jeni në konflikt me veten në lidhje me këtë person. Nëse ju do ta pranoni këtë person ose jo. Kjo gjë do ndodhi dhe në lidhje me marrëdhëniet, me lidhjet, njohjet ose marrëdhëniet tuaja. Ku duhet keni kujdes sepse mund të ketë edhe një lloj konkurrence midis dy personave, ose mund të jetë edhe disa konflikte që do krijohen, ku shohim që një person është duke pasur një këndvështrim më të gjerë dhe personi tjetër është një person që është lidhur vetëm nga ana emocionale, që mund të jeni edhe ju vetë sepse jeni një shenjë. Më falni. Gjithsesi, në lidhje me punën, tham që dhe aty do ketë një konkurrencë të fortë ku secili do luftoj për vete, ju do luftoni për veten tuaj, dhe ju shoh që do jeni në një pozicion mbretëror, por ju shoh që do jeni edhe shumë emocional gjatë në lidhje me punën tuaj. Dhe këtë mund ta merrni me projektet, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj, por shoh që do keni dhe lajme të mira. Mund të jenë lajme të mira në pritjen e një personi. Mund të jenë lajme të mira në një lloj konkurrence që do zhvillohet dhe ju do merrni një lajm të mirë në lidhje me një konkurim që mund të bëni. Dhe kjo nuk ka lidhje vetëm me punën. Këtë mund ta merrni në lidhje me studimet, me nuk e di për pasaporta, situata të ndryshme. Thjesht kjo është një lloj konkurrence që ju do luftoni për ta fituar. Dhe ju do ta fitoni sepse unë shoh që do jeni dhe në një pozicion të mirë, por do merrni dhe lajme të mira. Por kjo tregon dhe një çlirim shpirtëror nga këto situata. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me shëndetin, ku ju do ndjeni shumë të ngatruar me veten tuaj, nuk e di, por unë ju shoh që ju do merrni lajme të mira dhe edhe me pjesën e shëndetit, por dhe nga ana ekonomike. Por këto lajme të mira mund të kenë lidhje me shtëpinë, lidhje me fëmijët, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj. Për një pjesë tjetër në lidhje me kurse, me trajnime, me dokumenta, mund t'i merrni të gjitha llojet e situatave. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energji të shenjës së ujorit, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të tokës. Në fillim të javës së tretë, unë shoh që ju realizoni këto qëllime që i vendosni vetes. Dhe këtu flasim, i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, edhe pse ndjeni në konflikt me veten tuaj, në lidhje me një person, ju arrini të realizoni diçka në lidhje me këtë person. Por ndërkohë në lidhje me marrëdhëniet tuaja, shoh realizimin dhe aty, mund të keni realizime me fëmijët tuaj, me shtëpinë, nga ana ekonomike, por mund ta merrni në gjitha llojet e situatave. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me dokumentat, që ju realizoni diçka me dokumentat tuaja, dhe për disa të tjerë në lidhje me anën tuaj ekonomike. Në mesin e javës së dytë, edhe pse ju shoh shumë të realizuar në fillim të javës së parë, ju do ndjeni pak të lodhur
përsëri duhet keni kujdes me shëndetin dhe këtë duhet keni kujdes në fillimin e javës parë, por edhe në mesin e javës së tretë. Sepse ju shoh shumë të lodhur, psikologjikisht keni nevojë për një pushim, por edhe të merrni kohën tuaj për të realizuar gjërat që ju dëshironi. Dhe këtu shoh që disa prej jush mund të keni dhënë shumë në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja dhe keni marrë shumë pak. Dhe në fund të javës së tretë, kjo do t'ju bëj pak të pakënaqur. Edhe pse në fillim të javës do ndiheni të realizuar, ndoshta edhe në fusha të tjera, por unë ju shoh që ju do ndiheni të pakënaqur në fund të javës së tretë. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju keni punuar shumë, por të ardhurat tuaja nuk janë më të vogla nga sa ju keni punuar. Ndërsa për disa të tjerë, ju keni nevojë të qetësoheni, shoh që keni arritur në një lloj standardi në lidhje me punën tuaj dhe aty jeni duke krijuar ide të reja ose duke futur ide të reja në lidhje me punën tuaj, me projekte, me bashkëpunime të ndryshme, por edhe në lidhje me anën tuaj ekonomike, për të shtuar të ardhurat tuaja. Gjithsesi, është pak a shumë me ulje ngritje, por ka momente që janë momente të vogla, jo shumë të mira, por ka dhe momente që janë shumë të mira në lidhje me ju. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë, në javën e katërt, është një javë fantastike. Ju shoh që kemi kartën e intuitës këtu, që është edhe ju keni dhe ju një intuitë të zhvilluar. Kemi energji të shenjave të zjarit dhe kemi rrotën e fatit që është dhe energjia juaj. Keni energjinë e shenjës së demit, energjia e shenjës së akrepit, virgjëresha dhe shenja e luanit. Ju mund të keni të bëni me këto shenja ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, në javën e katërt ju do arrini të futeni brenda intuitës tuaj ose të dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me njohjet. Për pjesën e beqarëve, shoh që keni një njohje nëpërmjet rrjeteve sociale. Dhe ju do dëgjoni intuitën tuaj në lidhje me këtë person, por dhe fati do t'ju ndihmojë për t'i çuar gjërat para. Ndërsa por kjo ka lidhje dhe në lidhje me marrëdhëniet tuaja, me njohjet ose lidhjet që keni. Shoh që do keni një komunikim shumë të fortë gjatë mesit të javës së katërt, por është një komunikim që do bëhet fal intuitës tuaj, duke u bazuar në intuitën ose në zërin tuaj të brendshëm. Ndërkohë, një pjesë prej ju shoh që keni hequr dorë nga gjërat që keni besuar më përpara dhe do filloni të fusni besime të reja në jetën tuaj. Dhe këtë mund ta marrësh si në lidhje me dashurinë. Nëse ju keni besuar diçka në lidhje me dashurinë dhe keni nxjerr konkluzion që kjo gjë nuk është kështu siç kam menduar unë, atëherë ju filloni të ndryshoni këndvështrim ose të ndryshoni besim, më saktë, jo këndvështrim. Por dhe këndvështrim se pothuajse e njëjta gjë është. Dhe shoh shumë komunikim, do keni një lidhje shumë të fortë me internetin. Ju shoh lajme të mira, udhëtime. Ju do veproni shumë shpejt në momentin që të merrni lajme të mira. Disa prej jush mund të kenë një lidhje shumë të fortë me internetin, por shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me gjithçka për t'i çuar gjërat para. Disa prej jush mund të aplikojnë nëpërmjet internetit për të shkuar jashtë shtetit, ndoshta për një vend pune, ose për pjesën tjetër mund të kenë lidhje me profesioni që ka lidhje me komunikimin gjatë kësaj periudhe dhe ju shoh që do jeni shumë të suksesshëm gjatë mesit të javës së katërt. Ndërsa për disa të tjerë, aty shoh udhëtime, lajme të gëzuara shumë mirë, është një energji shumë e bukur në javën e katërt, por gjithsesi e rëndësishme është që fati ju ndihmon. Ju mund të merrni lajme të mira në lidhje me dokumentat, mund të merrni lajme të mira nëpërmjet internetit nga fëmijët tuaj, mund të merrni lajme të mira ekonomike, dhe do veproni shumë shpejt në lidhje me këtë gjë, por shoh që fatin e keni në anën tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, me qëllime në veten tuaj, çlirime shpirtërore nga situata të ndryshme. Ju dilni nga konfliktet, por bëni ose konflikte brenda vetes ose bëni plane afatgjata me lajme të mira, realizime shumë të mira,
do të gjoni intuitën tuaj, komunikime dhe veprime shumë të shpejta nëpërmjet rrjeteve sociale dhe fati ju ndihmon. Të marrim një mesazh nga angjit, të shohim çfarë ju thonë. Atëherë kemi nëndën e shpatave dhe ju thot, ju prisni me kujdes, thot, ose prisni me durim më sakt. Ju shofni një gjendje pagjumësie, stresi nuk e di gjatë këtij muaji, por ju do çliroheni sepse jemi te nënda e shpatave, ju do harini të çliroheni nga situata, stresi, pagjumësie, duke menduar në lidhje me situata të ndryshme, që mund të keni gjatë këtij muaji, por nuk shoh që të vinë ndonjë energji shumë e keqe. Gjithsesi, ju ndoshta keni qenë edhe në pritje për të bërë diçka dhe kjo gjë mund t'ju stresoj ose mund t'ju stresoj gjatë këtij muaji dhe në pritje ju shoh këtu, mund të jenë pritje përgjigjesh të ndryshme, por gjithsesi është një mesazh ju dërgoj në ëngjël që ju do të çliroheni shumë shpejt nga këto situata pagjumësie edhe stresi. Atëherë kjo ishte për ju. Ju uroj përsëri një muaj të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, atëherë dëgjojmë në videot e radhës.